Mbrëmjen e së mërkurës në Turqi ka shkëlqyer ylli shqiptar Berat Lush, i cili ka realizuar 4 gola në fitoren e thellë 5-0 që skuadra e tij Erokspor mori ndaj Istanbulsporit. Kjo paraqitje e futbollistit nga Gostivari ka marrë jo pak vëmendje nga media turke, duke cilësuar si yllin më të ri të futbollit turk, i cili po lë gjurmë në moshë shumë të re. Panorama Sport ka mësuar se Federata Shqiptare e Futbollit nuk ka humbur shumë kohë dhe menjëherë ka nisur kontaktet me familjet e futbollistit për ta bindur që të zgjedh fanellën e Shqipërisë. Vet Albambushi, i cili drejton Shqipërinë në U21 ditën e djeshme, ka nisur bisedimet me baban e Berat Lushit në mënyrë që ky i fundit të vishet kuqezinë të ardhmen, duke shtuar padyshim vlerat në sulmin e skuadrës sonë. Sulmuesi shqiptar i lindur në Stamboll dhe me origjinë nga Gostivari është bërë kryefjalë në Turqi fal paraqitjes në ndeshjen e fundit në Istanbulsporit, ku arriti të shënonte 4 gola në fitoren e thellë 5-0. Sulmuesi 18 vjeçar ka marrë vëmendjen e mediave turke, të cilat vlerësojnë si një lojtar me shumë potencial, dhe këtë e tregojnë shifrat: 5 gola në 7 javët e para të kampionatit turk, aq sa ka edhe Taulan Seferi që luan në të njëjtën ligë me të. Berat Lush luan si sulmuesi majtë dhe është një nga pozicionet ku Shqipëria po vuan për lojtar dhe mjafton të shihet se në shumë ndeshje Silvinho ka improvizuar me Nedim Bajramin, i cili në Skoci po kalon një moment negativ, pa minuta dhe pa besim nga klubi. Nëse Lush nuk është ende mjaftueshëm i mirë për Shqipërinë A, U21 do të kishte ndoshta sulmuesin që po i mungon prej kohësh, pasi është vetëm 18 vjeç dhe do të ishte në moshën ideale për të luajtur edhe në Europianin 2027. Deri më tani Lush është aktivizuar me të rinjtë e Turqisë, megjithatë vetë futbollisti nuk e ka mohuar kurrë origjinën e tij. Në profilin e tij në Instagram, Lush mban flamurin turk dhe atë shqiptar, ndërkohë që shumë herë postimet e tij në rrjetet sociale janë shoqëruar me këngë në gjuhën shqipe, duke treguar se e di shumë mirë prejardhjen që ka. Sikur të mos mjaftonin këto, futbollisti e festoi një nga golet e shënuar me shqipojnë, duke dhënë një mesazh të fortë. Kartonin e Berat Lush zotëron Galatasaray, që e ka huazuar këtë sezon në ligën e dytë turke për të marrë minuta, gjë të cilën 18 vjeçari po e bën në mënyrën më të mirë të mundshme. Ashtu si Berati, edhe vëllai i tij Sulejman Lush aktivizohet në kampionatin turk me skuadrën e Ankara Keçiörençugu, skuadrë e cila po bën mjaft mirë së bashku me të skuadra e kryeqytetit. Aktivizohen dhe 2 futbollistët e tjerë shqiptar, Eduard Roca dhe Odise Roshi. Mbrojtësi 24 vjeçar gjithashtu ka luajtur me moshat e Turqisë, teksa nga skuadra e parë ende nuk është thirrur.